Jemi sërish në studio të dashur teleshikues dhe është pikërisht momenti për ta realizuar bisedën në studio, sot do të flasim për rrjetet sociale, më konkretisht më tepër do ta kemi fokusin tek TikToku, sepse aty e kemi edhe një influencere cila vazhdimisht i ndon edhe jetën e saj private, por edhe profesionale dhe gjithçka tjetër nga përditshmëria e saj. Është Hasbia Halimi me të cilin do të diskutojmë për shumë çështje interesante. Biseda do të jetë po ashtu mjaft interesante dhe të veçantë sepse ende pa filluar ky transmetim Hasbia vetë se mi tregoj disa detaje të veçanta për jetën e saj. Përshëndetje dashur, mirë se vjen moment. Përshëndetje. Si je fillimisht, më tregon me disponim. Shumë mirë. Si ke përballu këtë ditë nxehtë kështu sot? Shumë nxehtë kon sot, katastrofë. Megjithatë të erdhe prej Gjilanit në Prishtinë pas një pritje. Edhe plus me autobus. Me autobus? Po. Si është rruga? Mirë? Mirë. Nuk ka një autostradë? Po. Gjithmonë duket ankesa kryesore çdo gjilanash. Ajo është kryesor. Është autostrada. Megjithatë mirë. Po. Disponimi nuk mungon? Asnjëherë. Gjithmonë çështë të kesh. Ka erdhë rrugës, më trego pak nëse realizohet ndonjë video, ndonjë TikTok, diçka interesante për transportin, kishte diçka të veçantë? Jo, veç kur i redaktoj kom bëni video. Kështu. Disni pas pak, a? Gjithë në shimi pas pak. Po mirë, patëm njerë komentet, sepse jem mjaft virale në rrjetet sociale. Nuk e di alo, nuk e kom... Se ke kontrollu? Telefonin, kështu që e lash sina këto. Po më thuj pak si po ecë kjo pjesa e prezencës në TikTok, cilat janë trendet e fundit? Me të kallëzu drejtën, normal TikTokin kush dhe me shfrydzu, që dhe me shfrydzu, monët mja dalën, por nëse nuk monët me shfrydzu për na i rast, adem për dishka, unë për vete e shfrydzoj veç për vete, për fane, e bëj për vetën tam, për njerëzit që më përncjedhen, që i du, normal edhe për familjen tam. Tregoj pak si fillove realisht merresh, ku shtadha idenë apo e pe vetëm që është një platformë ku realisht mund të jesh vetvetja 100%, pas një lloj filtri edhe e gjete veten aty? Unë gjithmonë kom bo video, edhe kur nuk u kon TikTok, u kon atëherë marrët muziklia, unë gjithmonë e vogël të bo video dhe jam fëmini më i vogël, edhe jam më hershme, e kështu që kam qef non-stop me bo video, edhe me familje vetë, pa më parasysh ka është. Kush e pon pri familjarëve ose pri rrjetit tënd të parët që ti shpërtheve në rrjetet sociale? Më kallëzu të rritën motrat. Motrat? Po. Çka të thanë? E pata posu edhe një video tjetër, kur motra më patë ardhen sefte prej Amerikës, me burrin e vetë edhe me nipin e vetë. Edhe qatë ditë kina një shpitri, qatë ditë kon bajram, qatë ditë kanë orë befasi, që ajo konën që ja ka njës me qarkuru djetës sociale. Po edhe një video tjetër më ka dhez, jam kontetizja jam, e kom bu veç për fani, kom hite lovë, sane të bu hajgore, edhe ja ka njësën atë në para gjyku, jo kjo nuk është për me bo video, jo sene, shumë senet asi, po ona apet nuk nona, ona gjithë mund ka mu konë qëto. Po pëse, qka ndodhe kur ishte ofër lopëve? Po jo, e shkrujshin kjo nuk është se, ona e kom shkrujt atë, ma mirë me pore me punu halal, se sa me pore të bobo, se kështo. Ona e kom pas në koptin tjetër, se shumica e femrave tash veç janë të prit hazër, asë nuk përpunojnë asë kur gjo. Në qëfar kuptimi specifikisht e pate? E pate pikrisht për këto vajzat të cilat nuk i kanë të ardhurat e tyre personale? Por qëtale pata që shumica për femrat nuk janë të bu vetvetja e para edhe me të kallëzu drejtin janë edhe ja ka njësë shumë familje me prishën, si do mos gjenerata e ri. Po mirë, qëfar lidhje pati kjo me lopët? Po, për shembull, unë që e kom bu videon ma mirë me pore, tana aty ja ka njësë me komentu komentet negative, adë ndo me pore burrav e kështu, e për që ato që kjo ka qarkullu shumë rrjetet sociale. More shumë komente? Shumë, edhe bile doj kumshi. Unë nuk është që prekna, po familja jam, babi jam, fshije që të koment, po leje, se unë jetoj për veti, nuk jetoj për njerëz. Pra i panë gjithë komentet ato që ishen, përfshirë edhe prindrit e tu? Krejt. Pra janë aktive dhe ata në TikTok? Po, ato bile TikTokin e ka qelë se bet meje. Me pasë që ka po bëstan e bia. Po mirë, më tregë pak, të pengun ty personalisht komentet? Jo. Apo ty së të prishën punë fare? Ne të komentojnë sa dojnë, unë gjithmonë prej fillimi deri tash jam vetvetja dhe kam u konë gjithmonë qështon. A pati komente pozitive me gjithë atë? Po, komente pozitive kam, po interesant, një thamë 70% femra shumë më shkruajnë negativ. Më shumë të shkruajnë negativisht meshkujt apo gratë? Femrat. Se? Nuk e di, gjelozi. Çka mendojnë që xhelozojnë ato?
Po nashta nuk e kanë vetbesimin tam. Son e kam shumë vetbesim vete. Në çdo aspekt, Në jo çdo vetëm për aspekt, video. pa marrë parasysh kam u konën, ka marrë në jetë, do të me sfidu jetën. Më tregove pak më herët që ndoshta mund ta lidhem edhe pamjen tuaj fizike me këtë pjesën e vetbesimit. Pra, pak shohim gratë të cilat dalin në publik, postojnë fotografi, bëjnë video, ndajnë shumë çka me audiencën e tyre, dalin jashtë ambienteve të shtëpisë, paraqiten kudo pa asnjë pikë grimi. Dhe ti e bën këtë? Po, unë gjithmonë edhe videot kur i bëj, unë nuk është që lyna ose diçka, direkt. Unë nashta qatoj për qatoj nëse e shoh që jem të dosh me bu një video, direkt, veç e bëj edhe së më interesan a jam e lyma shka. Edhe sot nuk e ke asnjë pikë grimi, s'ke vendos asgjë? Veç pak vetlat edhe bus normal. Edhe më tregove që nuk je pronë ndërhyrjeve. Jo, nuk jam. Normal, kush mundot mi bo, ne t'i boja den, po unë s'është që kam qef mu me ndërhyn diçka në jetën tem. Jam që jam që më ka falë Zoti. Edhe ti ndihesh mirë me vetveten. Në ekstra mirë, s'ka ma mirë. A nuk thua një ditë për shembull çka mendon kur del hasbia para pasqyrës? Jo, asnjëherë. Nuk mendon asgjë negativisht. Se jam krijesë e Zotit, kështu që. Po mirë, më the që TikToku nuk e ke për përfitime. Pse je aq aktive kur nuk përfiton asgjë nga TikToku? Unë nuk është që hi në live, edhe nëse hi në live, ka me hi veç vetë, me lujt, ose me na i shuq, ose diçka, a më shumë me djam, ose diçka me lujt loja, ose me bo denime nuk hi, nuk e preferoj këtë sen, asone, po as kom qef me një gjaq familja jam për këtë sen. Po kështu, unë e boj se kom qef. E du qëtë sen, edhe s'kam gjithmonë, edhe mas një kohë, unë gjithmonë veç video kam e bo s'kam munal. A e pengon kjo privatsin të nda, po thjesht nuk e ke probleme ndoj gjithçka prej jetës tënde? Jo, unë gjithçka ndoj, gati shumicën, sidomos për familjen tem, për shë nisa një vogël, tak mineran në TikTok. A të kanë thonë diçka familja juaj që mos e posto këtë, ose s'po e bëjmë këto, se asbia na poston, me njerë e shojmë vetën online? Për familjen e ngush nuk thamë. Mineran, ato babushi, noni, mutrat e mija, vllavi jam kanë qef me bo, se do mos edhe me kunatën tem, bëj video. Edhe një video më ka shku viral. S'ka ma mirë se me dollë bustoni mirë edhe nuk s'ja vllavit e mirë. Këtë dhja s'dona? Jo, valla. E qysh me dit? Qysh me dit para prakisht? Po, unë e prita bustonin, dull bustoni mirë edhe buna videon direkt. Tash, s'ka ma mirë. Edhe nuk s'ja vllat ka dole mirë? Si me loqe. Ti unë tërë familjarësh në të? Shumë, në ekstrem. Po më thëj pak se për jetën tonë dhe personale, pak e shumë dim kështë. Po krejt që ka dim, i është një tatuazh atë që e ketë vendosën. Po, e kam tatu. Këte janë sytë e burrit tam. Jena në lidhje, po lidhje e fshat për momentin. Sekret, në thojza. Pse kështu? Se, s'kom dosh një herë me publiku. Normal e din që unë e bëj video me to, a më ftyre nuk ja qas as një herë. Vjen momenti që nashta ka me postu, ose ju nuk e di alo, kështu që për mes një surpriz. Më thuj pak si jeni njoftu? Jena njoftu me rrjete sociale. Me TikTok? Po. Me TikTok? Të ka po në TikTok? Po, në TikTok edhe për mes një shuqës. Mi pasaj të shkruajti? Sepse kur je realisht person viral, në shumë mesazhe pasaj. Unë ka shkrujt një herë në TikTok, edhe nuk ja kësha këthy heq. Edhe tana, e kom orën e hopin e par, i kom shkruajt direkt snap. Edhe kina folën, o shumë kohë shkurt, nashta muj me thonën, 4 muaj ose 5, nashta 6, nuk e di sigurt. Edhe ma ka plëtsu jetën. Kështu që ftyra jam u kun të kesh gjithmonë, po tash alo ma shumë është të kesh. Na vjen shumë mirë që je ka që lumtur. A na i tregon pak sytë e burrit? Po. Këta janë sytë e tia? Po, qëta janë sytë e tina. Edhe krejt shumë, kum pas komente, qysh i ke bu, nashta vjen momenti që keni mudo, se dishka, ka dalni njerës, ka dalni, se alo s'keni po kur gjo. Kanë marrë shumë sene. Po mirë, ju nuk jeni endet martuar, ani pse i the kjo është burren. Do të bëni dasëm? Për momentin nuk e di, po kanë agjegjin bësi që po, tjetrin vjatë. Jeni taku? Po, qysh jo, jam kone këm taku familjen e vetë, edhe i përshëndes shumë, e i thamë, mama, papa, të dua shumë. Janë shqiptar? Po. Sepse kështu t'ingloj, mama, papa, t'ingloj diçka internacional. Pra, keni qenë në një vend tjetër? Po, jam kone atje, e këm taku, babën e ko shqiptar, nonën e ko gjermon.
Megjithatë, kuptoheni shumë mirë njëri me tjetrin? Në ekstrem. Bile veç sa kesh të shkruajt me vjerën ta. E keni vendosur se ku do të jetoni? Normal në Gjermani, ku jetojnë familja e burrit edhe unë aty kam jetu bashkë. Po e lën Gjilanin? Do, qa me bu. Dashnia, ku mos po qejke. E ke mendu, e ke të lehtë me marrë si vendim, e ke pas lehtë derisa ke konsideru këtë zhvendosje? Me të kallëzu drejtën, unë jam fëmijë i vogël se njëna në ka që unë jam Amerikë, njëna në Gjermani, kështu që edhe unë tash në Gjermani, se veç një vëllaj kam. Normal, nëna më gjithë ka thonë qëtu ngatë, po qa me bu. Nëse unë jam e lumëtër, pa morë parasysh ku jetoj, mjafton veç më kone e lumëtër, më një i mirë, e pos respekt, dashni, në sinceritet. Kjo është e mira. Po, që kjo është e mira. Që kjo është, sa një ma kryesor është më konë me familje mirë. Për tjerë që të henë që të dalë. Po mirë, a i ka një tatuazh për ty? Kismet, shumë shpejt. Ndë se ka bërë, Shumë shpejt ka me bërë. Qa ka vendosë? Ka vendosë një bo sytë apo diçka tjetër? Edhe a i kam i bo sytë e me. Edhe a i sytë e tu? U pajtut kështu, a? Po. Po mirë, ne nuk e dëshirojmë asë njëherë ndarjen e një qifti, nuk është diçka e këndshme, por kur vendoset një tatuazh, më base duhet mendohet gjatë. Ti e bëre si spontanitet, apo e kështë menduar bëgja gjatë? Spontan. Jina konë të vësh folën edhe thash, adin, unë e kum pas gjithë me bu një qep, një tatu, që të e kam Leo, është një pia, që jetë në Amerikë, edhe kum vendosë gjithmonë me bu qëta, po babushinoni, ju më se ba, shka të vjen momenti kur ti kam fmit atë, në ta na kimi bo, s'ka lidhje, që të nepe dush në ekstrem shumë, edhe dush shumë Leo, ta o zemrën. Edhe ta na të folën, thash, adin, zdi mund tek dishka me bone, e kum bo që të një dishka për to, e thash, një herë veta, ato, mas por e kum vetën vjerrit e me. Po më thuj pak sa tatuazhe i ke gjithse, janë vetëm të dyja, apo? 4? Po. Ku janë të tjerët? Që kjo është Leo, që të i kam shkronja të familjes tem, këto shkronjën e tina edhe këton. Të kejti kum po të tashtë. Gjithat njëtën ko? Jo. Këto po, a këto ne kum po mas një ove. Gjeve dhimbje, për dyri sa një kohë shkurtër pas ka qenë me gjithë këtyre tatuazheve? Asë një kashorës kum një ndhim te për mirë ka shkullat, që me thoi njerëzit shumë dhem jo. Po burri ët ka tatuazhe, apo do të jenë sytë tu të parët? E ka që të një shqiponja. Mirë që e ka shqiponja, mirë që do t'i ketë edhe sytë. Ndërgë pak për fund, sepse jemi duke shkuar drejt fundet, çka duhet me ditë për TikTokun? Ose jepja disa këshilla atyre personave të cilët dëshirojnë me qenë viral, me qenë sa më prezant në rrjetet sociale, po që thjesht nuk po ju funksionon. Çka ju mungon atyre? Unë kisha thënë që më kon gjithmonë vetvetja, mas pari, pika parë është që kjo vetvetja, mi bu senet ma reale, ju mi bu falz, se dikush jetën ndryshe që në TikTok, ndryshe i ka punë të kërsh, po kështu që gjithmonë vetvetja banu. Qato për qato, nëse ti donë me bu qatë video, bane. Edhe kisha thonë ma pak komente negative se jeni lodhë mo, si jeni të bojtë, ma pak komente. Sigurisht kjo lidhet besoj edhe për ditëshmërinë edhe për ata që kanë... Po se shumë po komentojnë, për shambull një koment që më ka si mas shumë të shak e arrite, ku më arrit gjithë shka, se prej 14 vjetë 15 e punoj, ku më punu, me nanën tem, kina shku, kina lo shkolle sene për shka për mja dollë sëtë ku jena. Urej shumë suksese, të uroj edhe shumë lumëtëri me bashkëshortin tuaj. Faleminderit. Një celebrim sa më madhështor, kështu ashtu se që ke paramendu në ëndrat e tua, edhe urej që jemi sërish së shpejti me risit të tjera. Faleminderit.